Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të emisionit Peshku i Art. Mirë se po takohemi edhe në një epizod tjetër të këtij emisioni. E kësaj rate kemi vendosur që emisionin ta hapim pak më ndryshe. Jemi këtu tek plazha më e njohur dhe më e vizituar e Sicilisë, pra që është 15 minuta larg kryeqytetit, larg Palermos, qendrës. Këtu do të thotë kemi vendosur me hapa pak më ndryshe se është një atmosferë shumë e bukur, është një plazh shumë e bukur, prandaj edhe është shumë e vizituar. Kjo plazh pra ka edhe members club only, që mund të hynë aty vetëm me pagesë sezonale, por ka edhe plazhat e tjera të cilat paguhen 20 euro dita, por kjo është plazh publike. Për atë arsye kemi vendosur me ju tregu edhe rreth çmimeve, nëse e keni ndërmend që të vini dhe ta vizitoni këtë vend. Së pari dua ta falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e këtij emisioni, dhe unë po vazhdoj po e shijoj pak këtë pamje magjepsëse që e kemi këtu përballë.
Shikues të dashur, Sicilia, përveç vendeve që kemi parë deri tani turistike, ka edhe plazhe shumë të bukura. Ka edhe plazhe private, por ne jemi sot tek Santa Flavia. Siç po shihet është një pamje madhështore këtu mbrapa meje. Pra Santa Flavia njihet që ka produkt bujqësor kryesor grapefruitin. Gjithashtu, për shkak të qasjes në Bregdet, ka shumëllojshmëri të peshkut të freskët. E kur jemi të peshku i freskët, mos të harrojmë që peshk shumë të mirë, si sardinje, ton dhe lloje të tjera, mundeni me i gjetë nga Eva nga Podravka. Pra mundeni me marrë produkte shumë të mira, të shishme, natyrisht. Ne për vete kemi përdor edhe këto, dhe jemi knaq. Unë përftoj që me i vazhdu me i panin, me qëndru me ne, se të do shkojmë edhe diku tjetër.
Shikues të dashur, tash është koha për recetën e ditës. E unë këtu jam bashkë me shefin Giuseppe dhe me sous chef Paolo. Sot së bashku do e kuptojmë se çka kanë me përgatit, po kur jemi në Itali normalisht që nuk duhet të mungoj pizza. Sot kemi pizza, po çfarë pizza do kemi do na tregoj vetë Giuseppe. Sot kemi pizza me sardine. Do thot Pomodoro, mozzarella e sardine. Do thot do kemi pizza me sardine, po natyrisht që sardine do i kemi nga Eva, nga Podravka që janë më të mirat. Gjithashtu edhe Giuseppe ka qenë i impresionuar sa të mira kanë qenë këto. Ne do e ham në fund, do e provoj, po shpresoj që ka me dojnë shumë e mirë. Po besoj që ka me dojnë një pizza shumë e shishme. E unë po pres derisa të përgatitet pizza dhe e provojmë në fund. Faleminderit, grazie! Grazie. Ciao, come buon stai? appetito, grazie. Grazie. Bar Vitello. Mundeni me pa fotografi të ndryshme të Al Pacinos gjatë xhirimeve të filmit që ka ndodhur këto në këtë bar. Pra, këtu është edhe karriga e Al Pacinos, pra Al Pacinos Chair, cilën e kanë shkruajtur këtu e kanë lënë. Dhe ka shumë detaje të bukura të cilat janë skenat e filmit, pra The Godfather. Janë vërtet të mrekullueshme. Është edhe një karrikë tjetër këto. Vetëm për ekspozit janë gjitha këto. Nuk guxoj me i prek, nuk guxoj me ullë, se unë ma herët. Tash po e provoj për ullë apo jo. Nuk guxon, këto janë vetëm për ekspozit. Po që është shumë bukur, edhe brenda, por edhe jashtë këtij lokali.
Këtu te Bar Vitelli, edhe kom marrë një granita di limone, e cila qenë ka një cold sweet, diçka si ëmbëlsirë, si akullore, e cila është pra njihet në të gjithë Sicilinë. Këtu te Grand Vitelli është ku është xhiruar një pjesë e filmit The Godfather, pra pas martesës Michael Corleones me Apollonin. Pra këtu në Bar Vitelli mundeni me pa tek menuja shkruan e gjithë historia, por gjithashtu edhe kjo ëmbëlsira që ka shumë e shishme. Kushtuar Michael Corleone, jemi këtu në Savoca, si që dhe po shihet. Këtu mbrapa meje është edhe Bar Vitello. Në Savoca janë
Ndërtuar në shekullin e 13, ku është xhiruar një pjesë pra e filmit The Godfather, ku bëhet martesa e Michael Corleones bashkë me Apollonin. Pra kisha është ndërtuar në Shkëmbinj, për atë arsye, ka edhe një pamje kaq të bukur. Ciao! Ndërim pa edhe vetë. Njihet më shumë edhe për origjinën. Kushdo që do një histori dhe dëshiron të di më shumë për Sot kemi qenë pra në kompeticion të peshkutar, kemi qenë në deti dhe në mal. Kemi qenë tek plazhi i Mondellos, këtu që është plazhi më i njohur në Sicili, dhe kemi qenë në Savoca, pra kemi mujtë me pa bukurit e dy anëve, po shpresoj që jeni kënaqur dhe keni kaluar mirë duke i përcjellë këto pamje siç edhe ne këtu. Dhe unë po shpresoj që do na ndiqni edhe javën tjetër. Por për fund dua ta falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson realizimin e këtij emisioni, por edhe PNT. E ne shihemi përsëri javën tjetër me diçka krejtësisht të re.
Ky emision mundësohet nga Podravka.